E thata sa shkon zakonisht? Thata do të më shku dikon 7, 8, 9, plus minus varësisht prej kërkesave. Vitin e kaluar boronica e pastruar dikon shkon te 4,5 euro kilogrami në shitje. Te mjedra u shkon 4. Veç më kon pak i interesum. Edhe pak me kurrat ditë, nuk i përmendëm me çfarë çmimi mujna mi gjetë ju? Dikon çmimet janë 4 deri në 5 euro e freskët, gjithashtu edhe te Penny Band. Ne me objekt jemi stacionuar në magjistralën Ferizaj Brezovic, në fshati Bajnic, rreth rrugës kryesore. Zakonisht në vikend ka shumë familje që janë të interesuar për produktet malit, produkte bio, edhe janë vedisu një pjesë shumë e madhe e qytetarëve që do të me u konsumu me gjanat malit. Te ne mund me orë me morë edhe me pakic, nuk na penalizon asgjë, jena i kryjmë shërbime edhe me dhe me thonë në rastin e mjedrës. Me gjetë kilogram të jo? Në varësisht, çmimi për çmimit në sezon dallon shumë. Vitin e kaluar boronica e pastruar dikon në shkon te 4,5 euro kilogrami në shitje. Te mjedra u shkon 4, nëse nuk gaboj. Po t'i foli për shifrat e vitit kaluar, po nuk do me thonë që këto shifra kanë më konë edhe këtë vet, se krejt në varet se sa është çmimi i blerjes, kërkesa, atëherë nuk mujna me ditë. Ka kërkesë madhe në Kosovë prej njerëzve? Muj me thonë 5 vitet e fundit ka fillu të rrit kërkesa për. Njerëzit kanë fillu me kuptu për gjëra të shëndetshme. Fiks. Muj me thonë 5 vitet e fundit ka fillu më uzgju interesimi për produktet malit. E shoh që çdo vit më shumë është produkt që ka produkte që kërkohen. Ka edhe një diçka, ndoshta për jetës tënde personale, kështu më u tregu krejt trive, je gjeneratë, tash po i thoni Gen Z, se je dymish, edhe është interesante se ti as nuk e ki profesion bujqësinë, në ndërkohë ti ke studiu turizmin, po je dhonë pas këtij profesioni. Zanafila e punës tonë ka fillu prej babës. Baba veç unë ku jam konë moshën 6-7 vjeqare. Ai ka fillu me mbledh boronicën e malit edhe me punu me boronicën fillimisht, me drezën e malit edhe me boronicë. Edhe atëherë ka lind nevoja për një frigorifer, se sfidat që e kanë konë atë kohë. Mandej edhe për një tharë, se edhe kështu unë jam rrit në atë frymën të e pa që kjo punë është të e punu baba, edhe mandej e kum fillu të rrit, të integru ma shumë, të rrit, të morë ma shumë me këtë punë, edhe tash të veç i bëj 6 vite që unë mjena non-stop, veç me këtë punë, me qërë se e kum studimet master, 6 vjeçar, edhe që 6 vite jam me fokus kryesor,